Udhëtimi i dy bashkëshortëve. Dy bashkëshortë vendosin që të udhëtojnë së bashku me anije nëpër det. Pasi që udhëtimi ishte i gjatë, anija disa ditë rresht ecte nëpër det pa mos u ndalur fare. Në një moment paraqitet një furtunë e fortë dhe frymë e madhe, derisa anija filloi të lëkundet nëpër det. Valët e detit filluan të ngrihen lart dhe uji të dëpërton brenda anijes, kurse në mesin e udhëtarëve të përhapet paniku dhe frikë e madhe. Kapetani i anijes dhe po ashtu udhëtarët e vërejtën se janë në një gjendje të rëndë dhe se shpëtimu nevojitet vetëm si një mrekulli nga ana e Allahut. Gruaja nga pamje trishtuese nuk mundi ta përmbajë veten. Filloi të përtas dhe duke mos e ditur se çka është duke vepruar. Vrapoi shpejt ka burri i saj me shpresë se ai do të gjejë ndonjë zgjidhje dhe se do t'i shpëtojë nga vdekja e sigurt. Brenda kohe, udhëtarët ishin udhëtuar fort nuk dinin ka t'janë bajnë, kurse burri për çudi ishte ulur dhe rinte i qetë. Gruaja kur e pa në këtë gjendje, u çudit dhe u zemrua fort dhe filloi të akuzojë se është i ftohtë në shpirt dhe i pakujdesshëm. Burri e drejtoi shikimin e tij ka gruaja e zemëruar dhe fytyrë të mbrolur dhe nxori një thikë të madhe të cilin e avuri mbi gjoksin e saj dhe ju drejtua me shumë seriozitet dhe me zë të ulët, duke i thënë: "A nuk frikohesh nga thika?" Gruaja shikoi ka burri dhe i tha: "Jo." "Pse?" e pyeti burri. "Për arsye se ajo thikë gjendet në dorën e atij që i besoj dhe e dua shumë," i tha gruaja. Burri buzëqeshi dhe i tha: "Unë tani veproj të njëjtën. Këto fortuna dhe valë deti të rrezikshme janë në dorën e atij që i besoj dhe e dua fort. Atëherë pse të friksohem kur e di se ai është sunduesi të gjitha çështjeve? Nëse të përcjellin trubullira gjatë jetës dhe të kaplojnë fortuna të forta dhe çdo gjë është kthyer kundër teje, mos u frikso. Allahu ty të do dhe ai është i cili ka fuqi mbi çdo frymë dhe fortunë, mos u frikso. Nëse ti e do Allahun, je i bindur në të plotësisht dhe për të gjitha çështjet mbështetu atij, për arsye se ai të do. Nëse ti e do Allahun, je i bindur në të plotësisht dhe për të gjitha çështjet mbështetu atij, për arsye se ai të do. Allahu i madhërisëm thot: Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek ai."